Unë e thash pak ma herët që Lena këtë ushqimet i ka me 3 shëja. Shishëm, shnet edhe... Shpejt. Se harrova se dha shëmet. Më hupi njona. Lena dhe njerë falemderit. Arse para iftarit. Po, para iftarit. Tash bisha këtu ëmbëlsirat dhe është pak provokative. Kjo po si do qovë po ta falim. Do të bëjmë një recet, e cila ti na the edhe që mund përdoret edhe për Bajram, sepse është një recet që ka përbërës të shumë shëndetësor, por edhe është të shishme. Tash po bëjmë mas pare, po bëjmë tolerime. Hajde. Edhe po lejmë me ongër e mbëlsira. Po e shnetshme, tash mësë na kafe në anole, qaj në anole, diçka na të të lejmë me ongër e mbëlsira, jo njëmë shumë e lumëtur, një farforme, që trendi e mbëlsirave kove të fundit është të shku ka e shëndetshme. Tu pas parasysh që po përdoret hurmja bazë e mbëlsires, po përdoren arroret, si gjalpi kikiriki, gjalpi i fëstëki, tahini, për shembull po përdoret çokolada, dhe pse këto muj me ndru si element me bo çokoladë zez. Më thënë, kjo trendi mu po më pëlqen shumë, krasim me ato trendet për shembull me krem të qumshtit, me sheqerin atë shtume, me mbëlsirat, me llojet keksave, më thënë që jo rëndu mas të madhe me vlera jo të mira, ushqyse që i kanë bu dëm organizmit, e sidomos pas një iftari ose në Ramazan, pas një krejt agjerimi 30 ditor, nuk ishte qenë mirë se ardhen një ëmbëlsirë e tillë. Për shembull, edhe pse unë toleroj në këtë rast, të paktën për festë ose ndonjëherë me pas ndaj ditë kështu fri, po edhe atëherë po disa elemente mi ndru ka pak me shtu diçka të mirë. Qysh me bo një baklavë shëndetshme? Baklavën e shëndetshme. Se ke provua? Provoje bre? Me po me najt pet integrale, me qitë naj mjallë. Kur se kesh pa, se të qyrë qishë Bajrami pa baklavë nuk shkanë bre. Nese, s'kali. Një cobana? Qato kilogram të baklavës që ja ushtëm baklava, vetëm ditën e Bajramit, pja fikjone. Okej, falemderit shumë. Po toleroj, po buna e mirë. Mirë, do të gatojmë të shka me... Kemi me pregadit, që shta dhe ti, një recet të shpejt, shishme të shnetshme. Për bazë kemi me përdor hurmet, gjallë kikirikat, edhe gjallpin e kikirikut, që e kemi pregadit kushte shpje prej kikirikave, edhe çokoladën e zezë. Janë kikirika pa krep, janë kikirika... Janë pa krep të pjekur edhe pak të shtypur, për me qenë ma krokant ashtu, që të rëndë si pëlqenë me orra, kështu që i ka morë për disi orrat vetë një ty, edhe mja po disa hurme me orra. Po, disa hurme me orra, por prakisht, me që gjallpa kikirikut rekomandohet kaq shumë. Si ta dim që jemi duke e blerë të durën, sepse ka të ndryshme, ka me vaj, ka... Idealja kjo shemë e përgadit vetë është shumë e thjesht, i pjekim kikirika, i blujnë dhe i shtojmë pak vaj ulliri, po shumë e thjeshtë, ajo edhe nëse blim është pak e hushtueshme. Ajte dhe njerë si bëhet gjallpi në shpe? I pjekim kikirika. I blem të pa pjekur? Po, i pjekim nëse janë me lëvura i qërojnë, edhe i blindojmë me pak vaj ulliri, vaj farzes, vaj liri si pas dëshirës mu i mishtu, krejt janë shëndetshme, viqimar i jem vlira, ushqyse, e qetë me një tegull, kjo ka sasit vetë kripës edhe ka vetë aditive nuk prishet. Më thanë që ndëran edhe në temperaturë domës, edhe mu i me lanë frigorifer nëse dojmë pak ma trosh ashtë për shanë këtë ras me përgadit të mbëlsira. Më thanë që kjo vrejet se është sasja vojt që është e bu me në shpinë, nëse veç kishtë qenë e blime është kështu ma kremoze. Ma kremoze, po.